Shqiponja e ringjallur e boksit shqiptar. Në historinë e sportit shqiptar gjithmonë kanë dalë figura që kanë treguar se talenti dhe puna e karakteri mund të kapërcejnë çdo pengesë. Një nga emrat që në vitet e fundit ka tërhequr vëmendjen e botës së boksit, padyshim është edhe Kristian Prenga, një boksier shqiptar i peshave të rënda, i njohur për fuqinë e goditjeve, shpirtin luftarak dhe rrugëtimin e tij të pazakont drejt arenave ndërkombëtare. Kristian Prenga lindi në 24 janar të vitit 1991 në Orosht Mirditës, një zonë malore në veri të Shqipërisë. Fëmijëria e tij nuk ishte një rrugëtim i zakonshëm. Ai u rit në një ambient ku puna e fortë dhe përballja me vështirësitë ishin pjesë e përditshmërisë. Që në moshë të vogël mësoi vlerat e sakrificës, disiplinës dhe përgjegjësisë ndaj familjes së tij. Këto përvoja do të ndikonin më vonë edhe në mentalitetin e tij si sportist. Ndryshe nga shumë boksier profesionist që nisën karrierën që në fëmijëri, rrugëtimi i Kristian Prengës drejt boksit ishte më ndryshe. Ai fillimisht u afrua me sportet luftarake për të ndryshuar formën fizike dhe për të ndërtuar një trup më të fortë. Me kalimin e kohës ai zbuloi një pasion të madh për disiplinat e luftimit dhe filloi të zhvillonte aftësinë e tij në ring. Përpara se të bëj boksier profesionist, Prenga u dallua në kickbox. Ai arriti të bëhej 2 herë kampion evropian në këtë sport, duke ndërtuar bazën e tij fizike dhe mendore si luftëtar. Përvoja në kickbox i dhan atij forcën, agresivitetin dhe besimin që më vonë do t'i duheshin në boksin profesionist. Në vitin 2016, Kristian Prenga vendosi të kalojë në boksin profesionist. Ky ishte një hap i madh në karrierën e tij, pasi boksi profesionist në kategorinë e peshave të rënda është një nga nivelet më konkurruese të sportit. Ai hyri në ring me një stil të veçantë, një fizik imponues, goditje të fuqishme dhe një dëshirë të madhe për të fituar. Fillimet e tij si profesionist treguan menjëherë potencialin që kishte. Shumë prej fitoreve të tij erdhën me nokaut, duke bërë që emri i tij të lidhej me fuqinë e jashtëzakonshme të grushtit. Prenga u bë i njohur si boksier që mund ta mbyllte një ndeshje në çdo moment, sepse një goditje e tij mund të ndryshonte gjithçka në ring. Gjatë karrierës së tij ai zhvilloi ndeshje në vende të ndryshme, përfshirë Gjermaninë, Kanadan dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me kalimin e viteve ai u vendos në skenën amerikane të boksit, ku vazhdoi përgatitjet dhe kërkoi sfida gjithmonë edhe më të mëdha. Një nga momentet më të rëndësishme të karrierës së tij erdhi kur filloi të përballej me kundërshtar dhe me të cilët ishin me shumë eksperiencë. Një prej fitoreve më të spikatura ishte ajo ndaj amerikanit Joey Daweko, një boksier me përvojë në peshat e rënda. Kjo fitore ndihmoi Prengën të fitonte më shumë respekt në botën e boksit dhe të tregonte se mund të konkurronte në nivele më të larta. Ajo që dallon Kristian Prengën nga shumë sportistë të tjerë është historia e tij e vonshme e suksesit. Ai nuk ndoqi rrugën tradicionale të një kampioni që rritet në palestër që nga fëmijëria. Ai ndërtoi veten përmes punës, përvojave të jetës dhe mentalitetit të fortë. Për shumë tifozë shqiptar, historia e tij është shembull i një personi që nuk hoqi dorë nga ëndra edhe pse rruga ishte e vështirë. Në ring, Prenga njihet për stilin agresiv. Ai preferon të vendos presion mbi kundërshtarin, të përdor fuqinë fizike dhe të kërkojë momentin për një goditje vendimtare. Për shkak të fuqisë së tij, ai ka fituar reputacionin e një prej goditësve më të rrezikshëm shqiptar në kategorinë e peshave të rënda. Përveç anës sportive, Kristian Prenga është bërë dhe një simbol motivimi për shumë të rinj shqiptar. Rruga e tij tregon se suksesi nuk varet vetëm nga fillimi që ke në jetë, por nga këmbgulja dhe puna që bën për të arritur objektivat. Ai ka treguar se një sportist mund të krijojë emër ndërkombëtar edhe duke nisur nga kushte të vështira. Përpara tij qëndron gjithmonë objektivi më i madh, të arrijë majat e boksit botror dhe të luftojë për tituj të mëdhenj. Në kategorinë e peshave të rënda, ku një goditje mund të ndryshojë historinë, Prenga vazhdon të kërkojë mundësi të reja për të treguar vlerat e tij. Kristian Prenga nuk është vetëm një boksier me grusht të fortë. Ai është historia e një shqiptari që nga malet e Mirditës arriti të hyjë në arenat ndërkombëtare të boksit. Është historia e njeriu që ndërtoi karrierën me sakrificë, disiplinë dhe shumë besim. Emri i tij tashmë është pjesë e boksit shqiptar dhe rrugëtimi i tij vazhdon.
Me çdo ndeshje, Kristian Prenga kërkon të dëshmojë se ëndrat e mëdha mund të realizohen kur pas tyre qëndrojnë puna dhe vendosmëria. Ky është Kristian Prenga, luftëtari shqiptar që hyri në ring jo vetëm për të fituar ndeshje, por për të shkruar historinë e tij. Por ndeshja që bëri eho në botën e boksit ishte pa diskutim ajo me Anthony Joshua në 25 korrik 2026. Boksieri Kristian Prenga përball me një nga emrat më të mëdhenj të botës së boksit botror, ish kampionin e peshave të rënda Anthony Joshua. Kjo ishte një nga sfidat më të mëdha të karrierës së tij, një moment ku boksieri shqiptar nga Roshi Mirditës u ngjit në skenën më të madhe ndërkombëtare të këtij boksi. Përballja u zhvillua në Arabinë Saudite dhe ishte një duel që tërhoqi vëmendjen e tifozëve të boksit në mbar botën. Askush nuk e priste fillimin e jashtëzakonshëm të shqiptarit, që në raundin e parë Prenga hyri në ring pa frikë dhe tregoi arsyen pse njihet si një nga goditësit më të fuqishëm të kategorisë së rëndë. Me një stil agresiv dhe me besim të plot, ai arriti të rrëzonte Anthony Joshua dy herë në raundin e parë, duke tronditur arenën dhe duke krijuar një nga momentet më befasuese të mbrëmjes. Për disa minuta historia dukej sikur mund të shkruhej ndryshe. Një boksier shqiptar po qëndronte përballë një kampioni bote dhe po i tregonte botës se fuqia dhe zemra e një luftëtari nuk maten vetëm me emrin apo famën e kundërshtarit. Prenga tregoi guxim, shpirt gare dhe një mentalitet prej kampioni. Por boksi është një sport ku eksperjenca dhe qetësia në momentet vendimtare bëjnë diferencën. Anthony Joshua, me përvojën e tij të madhe në nivelet më të larta të këtij sporti, u rikthye në ndeshje në raundin e dytë. Ai reagoi me një seri goditjesh të fuqishme dhe arriti ta mbyllte sfidën me nokaut teknik. Edhe pse rezultati nuk ishte ai që dëshironte Kristian Prenga, përgatitja e tij la pas një mesazh të fortë. Ai nuk hyri në ring vetëm si një kundërshtar i radhës për Joshua, por si një luftëtar që arriti ta vinte atë në vështirësi. Dhe ky nuk ishte një emër dosido, por një emër nga më të njohurit të peshave të rënda. Dy rrëzimet në raundin e parë treguan se fuqia e tij reale dhe se ai ka aftësinë të krijojë momente të mëdha kundër kundërshtarit. Kjo ndeshje ishte një kapitull i rëndësishëm në historinë e Kristian Prengës. Humbja ndaj një kampioni si Anthony Joshua nuk e fshi në rrugëtimin e tij, përkundrazi vendos emrin e tij në një skenë ku pak boksier shqiptar kanë arritur të jenë. Ai tregoi se një sportist nga Shqipëria mund përballet me elitën e botës dhe të fitojë respekt me performancën e tij. Për Kristian Prengën kjo nuk ishte fundi i një ëndre, por një provë e madhe në rrugën drejt objektivave të tij. Në boks disa momente humben, disa fitohen, por luftëtarët më të mëdhenj maten me mënyrën se si rikthehen pas betejave më të vështira. Dhe historia e Kristian Prengës vazhdon duke na bërë krenar.